Edhe nga Gjirokastra, kryeministri Rama i kërkoi qytetarëve që të bashkohen koalicionit me qeverinë. Gjatë dëgjesës publike me qytetarët, kreu i qeverisë tha se sot hendeku mes institucioneve dhe njerëzve të zakonshëm është administrata publike. Midis njerëzve dhe qeverisë ka një shtres që është administrata, ku bllokohet lidhja e qeverisë me njerëzit dhe njerëzve me qeverinë. Administrata jon ka njerëz të aftë, ka njerëz të ndershëm, por ka dhe shumë parazit dhe grabitqar që duhen larguar një orë më parë, përndryshe këto probleme që kanë vite do vazhdojnë e do shtohen. Nga shtatori, premtoi kryeministri, çdo shërbim qytetarët do të mund ta marrin në një zyrë të vetme, duke bërë bashkë institucionet, mes tyre aluiznin dhe hipotekat. Duhet dhe do të reformojmë sistemin, sepse po të dëgjoni të gjitha dëgjesat nga Kuksi deri në Sarand, 95% e çështjeve nuk janë çështje buxheti, janë çështje shteti, çështje njerëzish, çështje shkresash. Kryefjala është prona këtu, prona atje, aluizni këtej, hipoteka andej, komisioni kthimit prona andej, gjykata këtu etj. Ne do t'i bashkojmë në një edhe aluiznin, edhe hipotekat dhe pronat e të gjitha dhe njerëzit do kenë vetëm një derë. Edi Rama ju rikthye edhe një herë tepsisku, siç premtoi gjatë fushatës kur kërkoi vot kuqezi. Tashmë institucionet do drejtohen sipas meritës dhe jo sipas bindjeve partijake. Më herët kryeministri Rama kërkoi ndihmën e 50 punonjësve më të kualifikuar për të bërë një reformë të thellë në administratë, pasi siç tha ai me qeverinë e re, reforma do të bëhet në bazë të një raporti rekomandimesh.